Jam në një prej thesareve më të mëdha arkeologjike të Shqipërisë, në parkun kombëtar të Butrintit, një sit i mbrojtur nga UNESCO, ku historia, natyra dhe kultura bashkohen në një vend të vetëm. Butrinti vazhdon të mirëpresë çdo ditë qindra vizitor vendas dhe të huaj, që vijnë për të zbuluar këtë qytet antik që ka kaluar në përshekuj. E kishim parë këtë park në internet para se të vinim në Shqipëri dhe me njëherë vendosëm që duhet ta vizitonim. Na ka lënë mbresa të jashtëzakonshme. Ka një natyrë të paprekur dhe vendi është shumë i qetë. Është mahnitse të mendosh se sa histori fshihet këtu. Do ta rekomandoja me shumë kënaqësi për çdo që viziton Shqipërinë. Kemi ardhur për herë të parë në Shqipëri dhe ky park ishte një nga arsyeet. Lexuam më parë për të dhe na tërhoqi historia dhe natyra që ofron. Kjo është hera e parë që ne jemi në Shqipëri dhe që po vizitojmë këtë park. Bëm kërkimet tona më parë dhe pam Butrintin që në shtëpi dhe tham, këtë duhet ta vizitojmë patjetër. Natyra është e mrekullueshme. Ishte shumë bukur të ecje nëpër park. E gjithë përvoja ishte shumë relaksuese. Lexuam shumë edhe rreth historisë së tij dhe na pëlqeu shumë çdo gjë. Për vizitorët Butrinti është si një udhëtim në kohë, por edhe një dëshmi e rëndësishme për historinë tonë që kërkojnë mbrojtje dhe vlerësim të vazhdueshëm. Butrinti nuk është vetëm një sit arkeologjik, është një bashkëjetesë e rrallë mes historisë dhe natyrës, që e bën këtë vend unik në të gjithë rajonin.